Dhe unë duhet vazhdojnë ka ky moment ti kundërstoj dhe ti kundërpërgjigjem vetëm realitetit. Nëse ke mundësi ma nxjerrë listën dhe ma ballafaqo këtu ta shikoj gjithë populli shqiptar. Si ka mundësi ka shumë pas të dhunuar dhe ajo jeton akoma. Me që ishin të dhunuar, pse u ktheve mbrapsht në shpintimet lutem? Pse nuk thërrite policin? Na mori fytyrën, na degeneroi, na turproi. Kështu që unë ata njerëz nuk du me i pa më me sy, du të jetë mirë djali im, du të më japin djalin. Nuk ka pse të më rrit djali rrugëve të Tiranës, e risën po dush ma fut këtu në ballafaqim, jam burr, ti them vetëm vërtetën. Unë po betohem që do pranoj gjithçka, para mujt Ramazan elhamdulillah, mu betoj që do thuash vërtetën. Tregoj zonjës Odeta, kush ta mësoi drogën ty me që pi drogën? Unë ta mësova apo e kishe mësuar? S'ka fol në njëri për drogën këtu e. Tregoj zonjës Odeta dhe popullit shqiptar, unë të futa në drogë apo të kishin fut shokët e tu në Itali? Sa Dario, Dario, të lutem. Na iku, se pranon vërtet.